Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Yjet shkëlqejnë fuqishëm. 7 shenja marrin lajmin që u kthen jetën përmbys. Qielli po ndriçon më fort se kurrë dhe këtë herë nuk është dritë e zakonshme, është një shkëlqim i fuqishëm kozmik që paralajmëron një kthes të madhe në jetën e disa shenjave. Universi po lëviz me forcë dhe nga kjo valë energjie, 7 shenjat të zodiakut do të ndjejnë ndryshimin më të madh të vitit, një lajm që do t'u kthejë jetën përmbys, por për mirë. Yjet po formojnë një konstelacion të artë, ku dielli, Jupiteri dhe Hëna krijojnë një kombinim që sjell ndryshim, ringjallje dhe fat të menjëhershëm. Një lajm që nuk e prisnit, një telefonat, një mundësi apo një takim i papritur, do të mbyll një derë të vjetër dhe do të hap një portë krejt të re drejt gëzimit, dashurisë dhe suksesit. Kjo është periudha ku universi shpërblen ata që kanë besuar edhe kur çdo gjë dukej e humbur. Një rrotullim i madh ndodh në qiell dhe për disa do të jetë si një mrekulli. Problemet zgjidhen, pengesat zhduken dhe shpresa ndizet sërish. Për këto 7 shenja të zgjedhura, ditët që vijnë do të jenë si një film plot emocione, fat dhe ndryshime që do t'i bëjnë të kuptojnë se jeta mund të ndryshojë brenda një dite. Në dashuri, priten deklarata të forta, në punë, lajme të mira e ngritje, në shpirt, një ndjenjë qetësie që se kanë ndjerë prej kohësh. Yjet shkëlqejnë për ju, dhe kur ato ndriçojnë kaq fort, është shenjë që universi po hap një kapitull të ri. Le t'i zbulojmë tani 7 shenjat që do të përjetojnë këtë dritë të madhe të fatit dhe që do të kuptojnë se ndonjëherë, kur gjithçka duket e njëjtë, universi përgatit surprizën më të bukur të jetës. Dashi, për dashin, universi sjell një mundësi që se ke imagjinuar. Nga fundi i tetorit pritet një lajm i fortë financiar ose një ndryshim i papritur në punë që do të vendosë në një pozicion shumë më të mirë. Në dashuri, Marsi të dhuron pasion dhe guxim, dikush që të ka menduar për një kohë të gjatë, mund të afrohet sërish. Universi po të shtyn të veprosh, sepse kjo periudhë është fillimi i diçkaje të re dhe të madhe. Demi hyn në një periudhë fitimesh dhe lajmesh të gëzueshme. Një lajm pune, një ofertë e papritur apo një ndryshim i rëndësishëm në jetën profesionale do të bëjë të ndihesh më i sigurt. Në dashuri, Venusi të ndihmon të vendosësh ekuilibrin që mungonte, ndërsa një person që të do vërtet mund të shfaqet në momentin më të papritur. Këto janë ditët ku çdo gjë që ke pritur fillon të realizohet. Gaforja. Pas një periudhe reflektimi, për Gaforen vjen rilindja që se kishte menduar. Një lajm që lidhet me familjen, punën ose një çështje që të ka munduar do të zgjidhet në mënyrë të papritur. Në dashuri, energjitë janë të ngrohta, një person do të afrohet me qëllime serioze. Universi po të dërgon shenjën e qetësisë, mos u shqetëso më, gjithçka po shkon aty ku duhet. Virgjëresha përjeton një ndryshim që i jep kuptim çdo gjëje. Një lajm i rëndësishëm profesional mund të sjellë sukses, ndërsa në aspektin financiar, më në fund sheh përmirësim të ndjeshëm. Në dashuri, një person që e ke mbajtur në mendje mund të rikthehet me fjalë që si prisje. Universi të flet qartë, koha jote për të shkëlqyer ka ardhur. Peshorja. Për Peshoren, kjo është periudha e ndryshimit të fatit. Një lajm që lidhet me punën, një propozim apo një mundësi bashkëpunimi do të hap një rrugë krejt të re. Në dashuri, Venusi të dhuron harmoni dhe mund të vijë një ribashkim ose një lidhje e re plot emocione. Këto ditë do të jenë plot surpriza të bukura dhe ndjesi që të japin motivim të ri për të ecur përpara. Shigjetari është një nga yjet e vërtet të kësaj periudhe. Një ndryshim i madh mund të vijë nga një vend ku se pret, ndoshta një ftesë për udhëtim, një ofertë pune jashtë vendit apo një projekt që të hap dyrë të reja. Në dashuri, Hëna sjell emocione të forta dhe mundësi për një fillim të bukur me dikë që ndan të njëjtin vizion si ti. Universi po të fton të mos hezitosh, çdo guxim tani shpërblehet. Peshqit po hyjnë në një fazë dritë dhe mrekullie. Një lajm që lidhet me punën, financat apo një ëndër personale do të vijë papritur dhe do të mbush me shpresë. Në dashuri, do ndjesh ngrohtësi, sinqeritet dhe një lidhje më të thellë emocionale. Universi të kujton, kur beson, mrekullit ndodhin dhe tani është koha jote për të ndritur.
Për dashin, demin, gaforen, birgjereshen, peshoren, shigjetarin dhe peshit, yjet po shkëlqejnë fuqishëm për t'ju dhënë lajmin që prisnit, ndryshimin që ju mungonte dhe bekimin që meritoni. Kjo është periudha ku universi vepron papritur, por gjithmonë në kohën e duhur. Universi po ju tregon se asgjë nuk ndodh rastësisht, çdo pritje, çdo pengesë, çdo vonesë kishte vetëm një qëllim, t'ju përgatiste për këtë moment. Kjo është koha juaj për të ndritur, për të besuar dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive të reja që po vinë. Shkruani në komente shenjën tuaj të lindjes dhe më tregoni nëse ndjeni tashmë energjinë e këtij ndryshimi të madh që po afrohet. Mos harroni të abonoheni në kanalin tim, të aktivizoni zilen dhe të shpërndani këtë video me miq që besojnë në forcën e yjeve. Sepse kur yjet shkëlqejnë kaq fuqishëm, është shenjë që fati juaj sapo ka filluar të ndriçojë.